Në Durrës, një nga godinat më të njohura të historisë së turizmit shqiptar, Hoteli Adriatik, është drejt shembjes për t'i lënë vendin një kompleksi të ri turistik. Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit ka miratuar projektin e propozuar nga kompania Duda, me pronar besnik dhe Nevila Duda, e cila do të transformojë plotësisht zonën Buzdetit. Sipas lejes së re të zhvillimit, godina 68 vjeçare do të zëvendësohet nga një strukturë 12 katëshe, ndërsa katet e poshtme do të rikrijojnë pjesërisht pamjen historike të hotelit ekzistues. Projekti parashikon një hotel me 5 yje, rezidenca të branduara, hapësira biznesi dhe gastronomi, por edhe një kazino, e cila do të ketë hyrje të dedikuar. Pikërisht kazinoja ka ndezur debatet më të mëdha. Në janar të vitit 2022 në ambientet e Hotel Adriatik, policia zbuloi një bazë të paligjshme bixhozi të drejtuar nga shtetas turq. Aksioni atëhershëm solli disa arrestime, por akuzat u zbuten me kalimin e kohës dhe pronarët e godinës nuk u përfshin në hetim. Sot, vetëm 3 vite më vonë në godinën e re, planifikohet ndërtimi një kazinoje zyrtare, pjesë integrale e kompleksit modern që do të ngrihet në të njëjtin vend. Ndërkohë banorët e Durrësit e konsiderojnë vendimin si fshirje të një simboli që ka shoqëruar jetën e qytetit për gati 7 dekada. Edhe unë e dëgjova thash, "Ua, çfarë bën kështu këta më kat?" Shif, me të vërtet, shumë keq më vjen. Shumë keq, se prish Krujën, prish Apollonin, prish Adriatikun. Ama nuk ka. Nuk kujtes do ta mbaj gjithë jetën. As nuk njihen tash, se janë bërë shumë pallate. Zi se ku është Apollonia, Teuta, Liria. Ka qenë një pikë e rëndësishme për kryetarët. Shumë, ka marrë vesh që do të shemë, do të bëhet pallati i madh. Tërkohë ti e shikoni. Këtë nga bim. Është gjunov që ta prishin për me bërë pallate bën këtë. Hotel Adriatik, që ka pritur delegacione të huaja që nga viti 50 dhe ka qenë sfondi 10 filmave shqiptar, pritet të zhduket për t'i hapur rrugë një Durrësi më modern, por më pak historik. Me shembjen e tij, një pjesë e kujtesës së qytetit dorëzohet përballë investimeve të reja, në një realitet ku historia duket se peshohet më pak se sa lejet e ndërtimit.